jo një, por në mënyrë të përsëritur. Pyetjet me shkrim, mendoj se janë një normë për t'i dhënë mundësi të pyeturit që të përgatitet. Kjo është normale, por kjo në mënyrë absolute nuk përjashton as të drejtën e pyetjes me gojë pasi të dëgjoj raportin, as të drejtën e leximit të pyetjeve që i ka bërë me shkrim. Kjo është e gjithë problemi. Këta janë në frikë dhe të merë, se janë me shiko tani. Ti thashu, din beton kushtetut. Po s'del do të Nesti Ademi, se tani Nesti Jangoni, se tani thonë që ky Gogo është Nesti Jangoni, a në Belinsët. Zoti Berisha, E bën lugat këtë Nesti Jangoni, këta po kudo njëri tjetrit. Urdhoni? Pyesim me shkrim për situatën e Belinda Ballukut, nëse ajo do të merret të pandehur, si është çështja. Për ato që u pretendoni që janë mesazhet e Ato problemi është që duhet të dëgjojnë shqiptarët se çfarë pyetje kanë bërë, se pastaj lexoj një pyetje po, një pyetje jo, lexoj gjysmë pyetje, nuk kemi në pozita miqësore aty. Jo. Ajo është një palë kundërshtare e cila është marrë me luftë të egër kundër pluralizmit politik, e cila është akuzuar se ka thjetë mi dosje krimi, ju e ndigjuat, unë lexova nga dosja Taulant Balls. Dhe e dini çka bërë ky me dosja Taulant Balls? Kjo është dosja 26. Ky për të mos e quar Taulant Ballën me dosje 26, ka krijuar dosje 26 fraksioni. Por shqiptarë duhet të dinë që ky flen mbi dosje e krimit. Pra, në këtë kontekst, ata mund t'i bëjnë me mazhorancë se janë miqësi, po me ne jo, s'kan me ne, ka ne na bashkon interesi i publikut. Urdhë? Çfarë fitoni duke u ndërprer seanca duke kaluar? Jo, s'fitoj, çfarë fitojmë? Në radhë parë, në qoftë se djerë sot s'ka patur parlament. Dhe ne jemi këtu të gjithë përgatitur për parlamentin. Ne jemi të përgatitur për diskutime. Por në rast se partia e krimit, mazhoranca e krimit, kërkon që të mos ketë diskutime, ne s'kemi nuk arrim të... Zoti Berisha, a nuk ka hapësira të tjera që ju të bëni të mundur publikimin e pyetjeve tuaja dhe gjithsesi të lejoni krerët e institucioneve të raportojnë? Bravo. Po ja që si lehën ai, se ai vuri kushtin. Kështu që e kap një moment, zonja Maloku, e bëre me dashje apo pa dashje, nuk e di, po ke bërë një pyetje shumë interesante. Pikërisht për këtë punë jam këtu, sepse ka variante tjera. Kurse ky tha, o të bëni këtë, o të pranoni këtë, ose do i votojmë. Kjo është gjitha. Kjo dëshmon se këta janë për të mbyllë dyqanin. Apo shmanget përballja juaj me Altin Dumanin, zoti Berisha? Këta përjashtojnë çdo variant tjetër përveç këtij. Po shmanget përballja juaj me Altin Dumanin, zoti Berisha? Po shmanget përballja juaj me Altin Dumanin? Nuk kam asgjë personale. Unë këtu nuk kam gjëra personale me asnjërin prej tyre. Ato çfarë kam patur, i kam thënë më shumë se kushdo tjetër Altin Dumanit, unë këtu kam hallën e qytetarëve, sepse në qoftë se kërkojmë të bëjmë pyetje, në qoftë se kërkojmë të bëhen debatet, thjesht për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Këtu janë, mund të them vetëm disa gjëra të shkurtra, janë 130 milion euro të djegësit. Ky deklaron se konfiskoj apo sekuestroj filan apartament, po se kthej 100 arka 130 milion euro të zhdukura, jo, sepse nuk heton dot Edi Ramën dhe Erion Velin për këto, dhe Lubin. Ky pretendon se është i thellur, mirë po ju keni pa që këto ditë gumzhin Tirana, se ky po bëhet avokat i Lubis. Dhe Lubin shkojnë dhe marrin për se që ishte një punë tenderi, supervizioni për tunelin, dhe jo për 50 milion euro. Ku janë 50 milion euro? Sa u ka kthyer takspaguesve nga 1 miliard? Diskutimi dhe pyetjet e mia sot kanë të bëjnë me faktin sa ka kthyer kjo prokurori nga 1 miliard e 200 milion euro të grabitura, të plaçkitura nga qeveritarët me dokumenta zyrtare, qytetarëve shqiptarë.
asë një qindar. Ka dhe një paradoks në Kjo fjalën tuaj që nuk përbën asgjë qëndrimi, sepse unë atë kam dokumentuar, ky është një armik i pluralizmit, është një mercenar i Edi Rams që vitin elektoral sulmon me çdo kusht të opozitën dhe i vën arrest shtëpi, arrest burg, e vën ndjekje penale drejtuesit kryesor në mënyrë që partia e krimit dhe ai vetë të fitojë zgjedhjet. Këto janë gjërat të njohura, nuk janë gjërat pa njohura për ata që na dëgjojnë. Të pa njohura për ata që na dëgjojnë janë 1 miliard e 200 milion euro të zhdukur nga këta qeveritar që ky nuk ju ka kthyer 100 qytetarëve shqiptar. Të panjohura janë dosjet e krimit mbi të cilat flen ky dhe i mban dhe nuk i heton. Të panjohura janë konflikti të interesit. Shikoni, ka në drejtësi, o tregoj me emra po doni, një gjykatës apo prokuror që është nxjerr nga sistemi i drejtësisë sepse pinte kafe me një ish dënuar. Në kështu apo jo? Se Muhamet ti edhe i brendshëm ai din këto punë më mirë. Po. Jo dhe ai. Mirë, dakor. Këto me ty, Pra, është nxjerr nga sistemi se ke pi kafe me filanit. Po ky danson me dënuar, që edhe thonë që i lanë paratë e kaj, po këto e në punë tjera, apo jo. Kështu që, jo, natyrisht ne jemi opozit. Ne jemi për transparencë. Në fjalën tuaj kishte një kontradikt, të cilët dhe ju vetë pranuat, kur folët për çështjen e reformës zgjedhore. Ju tha që ne dimë që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Atëherë për çfarë po uleni në tryez për të bërë rregulla loje ose për të bërë një reformë zgjedhore kur vjen puna, raporti OSBE-Odirit fakton që Edi Rama shkel të gjitha rregullat e lojës. Çfarë kuptimi ka që opozita të bëhet si fasade këtij procesi? Sepse po raporti OSBE-Odirit thotë që nuk janë zbatuar, nuk janë marrë parasysh shumica e rekomandimeve. Dhe tani nëse ne nuk marrim parasysh, ne kemi përshtet atë raport. Dhe ai raport është interes të çdo shqiptari. Natyrisht OSBE-Odir nuk është institucion që vjen të garanton zgjedhjet e lira. Ai të thot ishin apo jo dhe i vëzhgon zgjedhjet. Të jep këshilla dhe orientime se si mund të bëhen më transparente dhe zbatimi atyre orientimeve për ne jemi të gatshëm të zbatojmë. Mendonin për një radikalizim të qëndrimit tuaj në parlament, duke qenë se me sa duket Partia Socialiste do vijojë me skenarin për të vazhduar në votim siç ka ndodhur deri tek Partia Socialiste ka frikë të tmerrshme, deputetët e saj, ministrat e saj kanë frikë të tmerrshme nga vetja tyre. E morë vesh ju ku janë mbathi ky se këtë shifni, pse shifni ata? A e pasë si u ngrit Pirovengu? U zhduk nga ajo. Po pse? Se ju dizinformoni. Thoni që Rama tha për Belindën që i kam kërkuar dorëheqjen nga qeveria. Jo, ka qenë për Piron që ta dini ju. Paktën Belindës mos i jepni më rënd. Keni burimet më të brendshme se sa ne. Po se ku i kam, jo, i keni edhe ju, i keni, po ju levërtisht ja shkarkoni gjitha Belindës, edhe mu nuk mirë keq për atë punë. Do ketë protesta ose radikalizim që absolutisht do ketë protesta, se pa protesta situata vazhdon të degradoj gjithnjë më shumë. Okej, kjo ishte prononcimi i Sali Berishës. Ndërkohë kam kolegun